Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të thjeshta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një ëmbëlsirë të shëndetshme, pa sheqer dhe pa miell. Përgatitet shumë shpejt dhe jam e bindur që pasi ta provoni do bëhet e preferuara juaj. Unë juftoj që ta ndiqni videon deri në fund, pasi në fund do ju shfaqen videot virale të cilat janë më të pëlqyera nga ju. Në komente mua më kanë shkruar që dëshirojnë më shumë receta të tilla të shëndetshme dhe unë sapo i përgatis i editoj dhe i kam ndarë me ju. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në një enë do shtojmë 2 vezë, një moll të grirë në rende. Do vazhdojmë me 250 gram kos. Kosi duhet të jetë i trash ose siç e quajnë ndryshe kos grek, jo i holl. 2 lugë nise shte. Nëse dëshironi ta shmangni nise shten, mund ta zëvendësoni me 2 lugë tërshër të bluar, pra pluhur. Masën e përziejmë shumë mirë dhe do vazhdojmë me 50 gram çokoladë të zezë. Nëse nuk ju gjenden çokoladë e tillë, mund të thërmoni një copës çokoladë të zezë. Theksoj çokoladë e zezë pasi është e shëndetshme. Pak vanilje, të lëngshme ose pluhur, sido që t'ju gjendet në shtëpi. Nëse nuk e preferoni, mund mos e shtoni, por i jep aromë shumë të mirë. Masa është gati, e vendosim në tavën e pjekjes. Mos harroni të vendosni letër pjekje pasi është delikate dhe mund të ngjisë edhe nëse tava është kundër ngjitjes. Kjo e do patjetër letrën e pjekjes. Do ta pjekim në 180 gradë në furrë të parangrohur. Nuk po i them minutat pasi është një ëmbëlsirë delikate dhe pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Mund ta shoqëroni me mjaltë sipas dëshirës. Nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Gjithashtu, nëse keni dëshirë, më shkruani në koment se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga më ndjekin ndjekësit e mi. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Dhe nëse e provoni, mos harroni të na shkruani se si ju duk. Kjo është një ëmbëlsirë që shijon kaq shumë me kafen e pasdites, kështu e shoqëruam ne me një kafe turke dhe kështu e shijuam dhe pa na brer as pak ndërgjegja pasi është një ëmbëlsirë e shëndetshme, pa sheqer dhe provojeni dhe shijojeni pasi jam e bindur që do ju pëlqej. Faleminderit.